Horoskopi ditor e enjte 24 prill 2025. Dashi, nëse marrëdhënia juaj me partnerin nuk është e kënaqshme, duhet të keni kurajin dhe guximin të diskutoni hapur me të. Gjithsesi, mos prisni përmirësime të menjëhershme të situatës. Beqarët në ndikimin pozitiv të Venusit do jenë magnetik dhe do tërheqin pas vetes cilin do që do ju pëlqejë. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, prandaj shpenzoni me kujdes dhe maturi. Demi. Ditë e qetë dhe e pasur me momente harmonike kjo e sotme. Do bashkëpunoni pafund me partnerin tuaj dhe do i zgjidhni sa hap e mbyll syt mosmarrveshjet e vjetra. Për beqarët pritën takime të ëndrave, por ata duhet të kenë durim deri në mbrëmje. Në planin financiar, Plutoni do sjell fat me shumicë. Përfitoni për të rregulluar sa më parë situatën. Binjakët. Influenca e yjeve nuk do të jetë e keqe për jetën tuaj në çift sot. Do jeni të gatshëm të kushtoni më tepër vëmendje personit që keni në krah, dhe situata do përmirësohet ndjeshëm. Beqarët nuk duhet t'i mbyllin sytë dhe ta lënë veten të lirë, sepse mund të lëndohen. Në planin financiar duhet të mendoni mirë para se të bëni gjithçka, sepse çdo gabim mund t'ju kushtojë shtrenjtë. Nga Porja. Përgatituni për një ngjarje të madhe gjatë kësaj dite. Partneri do ketë menduar gjithçka që t'ju lërë me gojë hapur dhe të përjetoni emocione pafund. Nëse jeni vetëm, me siguri që sot do shkëmbeni shikimet me një person mjaft tërheqës. Jeta juaj do ketë ndryshime rrënjësore. Në planin financiar do ju duhet pak më tepër maturi dhe kujdes për t'ia dalë. Luani. Do rigjeni harmoninë dhe ngrohtësinë e jetës suaj në çift gjatë kësaj dite dhe do ndiheni më së miri. Mundoni të mos prekni për pak kohë tema delikate. Beqarët do duan dashuri të mëdha dhe pasionante, por sot mundësi do ekzistojnë vetëm për aventura kalimtare. Në planin financiar do keni mbështetjen e yjeve, prandaj nuk priteni as pak probleme. Virgjëresha. Sot do mbizotëroj gjatë gjithë kohës një klimë ngrohtë në çift. Të dy nuk do i preferoni emocionet e furishme, por do ju mjaftojnë edhe disa minuta së bashku në qetësi. Beqarët do kenë një ditë normale dhe pa të reja. Duhet ende të bëjnë durim. Financat priten të përmirësohen, falë për mbylljes me sukses të disa projekteve të nisura më herët. Peshorja. Jeta në çift nuk do jetë as pozitive dhe as negative gjatë kësaj dite. Merrni gjëra si t'u vinë, vetëm se bëni kujdes me kritikat e tepruara ndaj atij që keni në krah. Disa nga ata që janë beqar do kenë takime të shumë pritura, të tjerë do kalojnë momente të këndshme me miq. Financiarisht nuk do jeni në gjendjen më të mirë. Ulni sa më parë shpenzimet e tepruara. Akrepi. Po treguat autoritar me atë që keni në krah, sot do keni debate të forta. Pranoni të bashkëpunoni dhe her pas here edhe të hapni rrugë. Jo gjithmonë keni ju të drejtë. Beqarët duhet ta heqin turpin dhe të bëjnë atë që do ndjejnë. Mundësitë për të krijuar një lidhje janë të mëdha. Në planin financiar do ju duhet të hiqni dorë nga të gjitha shpenzimet në mënyrë që t'ia dilni. Shigjetari. Do keni shumë gjëra për të diskutuar me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do harxhoni shumë kohë vetëm për këtë gjë. Ai që keni në krah do ju kuptojë dhe do plotësoj disa nga dëshirat.
Beqarët do kenë dëshira të çmendura, të cilat nuk do i realizojnë sot. Financat do kenë përmirësime shumë të mëdha dhe do mund të kryejnë investimet e dëshiruara. Britsjapi. Yje do i keni gjatë gjithë kohës pranë sot dhe do ju mbështesin pafund. Marrëdhënia në çift do jetë dhe më e bukur se sa kishit imagjinuar. Edhe beqarët do kalojnë një ditë të mrekullueshme dhe të mbushur me takimet e ëndrave. Me financat duhet të merreni më tepër. Më mirë rregullojeni problemet sa janë të vogla, se sa të prisni që ato të bëhen të veshura. Ujori. Çështjet e dashurisë do shkojnë për mrekulli gjatë kësaj dite. Do mirëkuptoheni me partnerin tuaj dhe gjërat do shkojnë sipas planeve. Beqarët do hedhin hapat e para drejt një lidhjeje me një person që e kanë njohur qysh në fëmijëri. Buxheti duhet të riorganizuar sa më parë të jetë mundur. Po e latë pas dore nuk do arrini dot më të stabilizoni situatën. Peshqi. Do jeni në humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do të toleroni pafund atë që keni në krah. Në mbrëmje mund të ketë ndonjë darkë romantike gjatë së cilës mund të flisni edhe për të ardhmen. Beqarët sërish do jenë pa fat në dashuri dhe do mbeten vetëm. Financat mos kërkoni të rritni më njëherë, sepse nuk do e arrini dot. Menaxhoni me kujdes ato që ju kanë mbetur.